Prokuroria e Shtetit në Kosovë ka bërë të ditur se ka përgatitur masat për mbrojtjen e votës së qytetarëve gjatë zgjedhjeve për kuvendin, të cilat do të mbahen të dielën me 28 dhjetor 2025. Sipas njoftimit për realizimin e këtyre detyrimeve janë angazhuar rreth 100 prokurorë dhe zyrtarë të sistemit prokurorial, të cilët që monitorojnë të gjithë procesin zgjedhor në të gjithë territorin e Kosovës deri në përfundimin e tij. Qëllimi është procedimi i çdo parregullësie që mund të ndodhë gjatë votimit në mënyrë që të garantohet integriteti i zgjedhjeve. Zyra e kryeprokurorit bën thirrje për qytetarët, subjekte politike, institucione dhe organizata të ndryshme të raportojnë çdo dyshim, manipulim apo keqpërdorim të votës, duke bërë kështu të mundur reagimin e shpejtë të prokurorisë. Ky apel synon të rrisë besimin dhe procesin zgjedhor dhe të sigurohet që çdo votë numërohet në mënyrë të drejtë dhe transparente. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare mbahen këtë të diel në 28 dhjetor dhe vlerësohen si vendimtare për stabilitetin politik dhe demokratik të Kosovës.